E teksa fillova të marrja anestezin, më kujtohet Mirela, këtë dua të ndaj me ty e ndaj për herë të parë, filloi vetja ime të më bëj në 27 nora. Më duke sikur po futesha në një tunel, po tuneli ishte i thellë, i zi, i thellë, dhe njëra nor i thoshte hëmbau, tjetra nor thoshte pritse edhe pak, tjetra nor pirse edhe pak, dhe shkoja thellë, derisa paç vetëm një pikë, dhe pika ishte një dritë si xixëllim, po nuk kishte lidhje me dritën. Aty u fika. Kaq mban mend subkonscienca ime. Kalvari i mundimeve filloi pas. 9 orë operacion. Mbaron me sukses apo çfarë? Kur e pan, u detyrua në fillim, më bën 3 pika këtu. Pastaj më kam bërë një hapje, se s'dua ta tregoj, po ta tregoj është një hapje frikshme nga këtu në këtu. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.